ne përfaqësues e subjekteve politike të komuniteteve jo shumicë në Kosovë jemi si zakonisht për formimin e institucioneve sa më parë dhe sa më shpejt, në mënyrë që të ketë stabilitet dhe qëndrueshmëri përfaqësimi edhe në Kuvendin e Kosovës, po edhe në qeverinë e Kosovës. Po e përcjellim me vëmendje këto zhvillimet e fundit, edhe na duhet t'i themi një dy gjëra të cilat ne si parti politike të përbashkuar në një grup politik, se grupin politik e formojmë pas kustimit të Kuvendit, kemi një vrejtje të madhe në deklaratën për median të zotit Vladimir Abdixhiku, i cili bën thirrje vetëm partive dhe subjekteve politike shqiptare, edhe përjashton përfaqësues e komuniteteve jo shumicë në Kuvendin e Republikës Kosovës, partitë parlamentare, këtë jo nga fakti që po presim një ftesë për të ju përgjigj, mirë po kjo çështje përjashtuese nuk është në frymën e Republikës Kosovës, nuk është në frymën multietnike të Republikës Kosovës, dhe për këtë duhet të kemi një vrejtje të drejtë për drejtë.